Okej. Hajde bre sa kjerrat. A të ngjasa? Kosova presi ma poshtë pojnë. A e një gati? Kur do që jeni gati, vish të regam nëse mos t'ju pës të në kohën. A fillojmë? Atëherë përshëndetje për gjithë, të nderuara media, faleminderit që sot jeni këtu para Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës, bashkë me mua, Berita Abazin, këshilltare në Kuvendin Komunal të Komunës së Prishtinës dhe kolegun Asamblesë Qerim Gërbeshi, i cili po ashtu është këshilltar komunal në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Ne sot jemi këtu para Prokurorisë Speciale për të dorëzuar një kallëzim penal ndaj zyrtarëve të lartë të kabinetit të përparim Ramës dhe vetë përparim Ramës, për shkak të një sinjalizimi të cilin e kemi pranuar mbrëm pas dite nga një sinjalizues anonim. Mbrëm kemi pranuar një grup i asamblezëve të Prishtinës, kemi pranuar një mesazh, një email sinjalizues ku kemi parë mesazhe të shumta ku flitet për legalizime të jashtëligjshme dhe shuma të mëdha parash. Në këto mesazhe, personi i cili komunikon me një person tjetër anonim është pikërisht shefi i kabinetit të kryetarit përparim Rama. Në këto biseda, personi në fjalë, përpos që përmend kompani ndërtimi, përmend objekte ndërtimi, ai përmend edhe shuma si dhe vetë pretendon se këto legalizime janë tërësisht të jashtëligjshme. Marr parasysh këtë sinjalizim dhe rëndësinë e trajtimit të kësaj teme, ne sot jemi këtu përpara Prokurorisë Speciale të Republikës Kosovës që të dorëzojmë zyrtarisht kallëzimin penal në prokurori dhe të kërkojmë nga prokuroria veprim dhe hetim të menjëhershëm. Kjo është një skandal i madh. Këto keqpërdorime, këto legalizime të jashtëligjshme janë kriminalitet i nivelit të lartë. Në këtë drejtim është detyrë e prokurorisë që të hetoj dhe të vërtetoj nëse këto pretendime të sinjalizuesit janë të vërteta. Ajo çka për ne është jashtëzakonisht shqetësuese është se është fakti sepse flitet për ndërtues, flitet për objekte të cilat lehtë janë të verifikueshme. Pra ka bazë të mjaftueshme për ngritjen e akuzës ndaj kryetarit dhe ndaj zyrtarëve të lartë të kabinetit të përparim Ramës. Ju faleminderit. Çka nëse pretendimet në dorën për vërteta që na akuzuar në rrjetet sociale në dorën për përparim Rama për majlinë dhe për keqpërdorim të situacione, ai dashur të përgjithësinë se veç pretendimet kanë vërtetë. Është detyrë e prokurorisë që ta hetoj dhe të vërtetoj. Nga ajo çka shohim ne për ditë, me një shëtitje të lirë nëpër Prishtinë, ne shohim objekte të shumta të cilat shpesh e pyesin veten se si po ndërtohen dhe si po legalizohen pastaj, pa i plotësuar as kushtet minimale të ndërtimit. Pra, ajo që na e kemi parë në mesazhe dhe ajo që na e shohim për ditë në komunën e Prishtinës, mund të themi që duket se ka bazë dhe lidhshmëri të mjaftueshme. Por është natyrisht që është detyra e prokurorisë që ta hetoj dhe ta vërtetoj. Aty ka mesazhe, ka emra të përveçshëm, ka kompani të ndërtimit, të cilat ka dhe shuma parash siç e përmenda, të cilat thjesht duhet të verifikohen nga prokuroria. Pra, nëse po flasim për X objektin, atër prokuroria duhet ta shoh është legalizuar ai objekt, kur është legalizuar ai objekt, si është legalizuar ai objekt. Pra, është çështje që duhet të hetohet dhe verifikohet nga prokuroria si dhe të ngritet akt akuzë nëse ka bazë të mjaftueshme. Ju faleminderit.
Të